Leje të dhëna për ndërtimin e 4 heceve në zonën e Kalivarës, Mesulit dhe Kimzës në Puk u kundërshtuan sërish nga banorët. Ata zhvilluan një protest para Bashkisë së Pukës duke shprehur shqetësimin për këto projekte, të cilat sipas tyre dëmtojnë burimet ujore dhe ekosistemin e zonës me potencial të lartë turistik. Sipas banorëve, ata nuk janë pyetur për këtë çështje, ku kanë bërë edhe kazim penal në prokurori për falsifikim të firmave. Që nga viti 2016 në sot, gjithë komuniteti jonë ka qenë kundra. Me firma, me letër kryeministrit, ministrit, kryetarit bashkisë, njësitë vendore, janë bë çdo lloj dokumenti. Çështja ka kaluar në prokurori Shkodrës dhe në prokurori posaçme. Komplet se është një projekt i jashtë çdo lloj arsye, në rast se firma dhe shteti do më bë me forcë, atëherë s'na ngjelë gjatë tjetër dhe kur përgjigjesh edhe na, çka kemë bë. Ne jemi mbledh për se vërtet po na bat një shumë e padrejtë. Një kohë kur gjithë bashkia asnjë lloj investimi në 3 copë katone s'ka bën sa do asnjë sën, çka kërkon tak për nesh. Sa dhurat si na ka dhënë Zoti, sa ujë që na ka për burimeve, na le ta përjetojmë. Këtë ndërari nuk do bëhet. Nëse do bëhet ka më sherr shumë. Ata ta bojnë llogarinë mirë. Do në lojnë ullun, po zëtja shofin harin, ne boshin nërtes, 100 keq, ka muski me goma tërmal. Ky gjodi jam mësue, të thënë, shkoni ke gjukatat. Pranaj, ta ketë qartë i dirama. Për Mesul, Kimës, Kalivare, vesh e di veç që gjenë. Me banorët u takua edhe kryetari i Bashkisë së Pukës, Rok Dodaj. Ai tha se lejet për ndërtimin e heceve janë dhënë nga qeveria, por institucioni që ai drejton do të jetë krah banorëve për të kundërshtuar dhe ndaluar këto projekte. Lejet për ndërtimin e hecit janë dhënë nga kryeministri dhe Ministria përkatëse e linjes. Qyt në vitin 2023 dhe me 31/12/2025 është dhënë edhe përfunimtar, sepse firma ka plotësuar gjithë dokumentacionin ligjor. Por unë edhe si kryetar bashkie, edhe si person që i na rrah me protesta, me ankesa, me gjana ku kena pa padrejtësi, mirë kuptoj çdo qytetar, edhe unë jam pro banorëve dhe zhvillimi do të vijë nga baza. Nëse banorët nuk janë dakord, edhe kryetari i bashkisë sot e ka tagrin ligjor për me bloku, unë jam pro jush. Kjo është në kundërshtim me vullnetin e banorëve. Lejet për ndërtimin e heceve në Puk janë dhënë që për vitin 2023, por kanë hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2025 pas plotësimit të dokumentacionit të plot nga kompania BEIS SHPK. Por banorët e 3 fshatrave shprehen të vendosur për të mos lejuar nisjen e punës në terren.